Në fakt, e di që ta kam bodhe në studio tjera shumë këtë pyetje, po. Edhe Hoxhë edhe UÇK. Kjo është kënaqësi dhe privilegj. Unë e falenderoj Zotin e Madh që na ka mundësu të bëjmë një shërbim atë dheu tonë në kohën reale, në kohën e duhur, që pa fije dyshimi projekti më i qelluar gjithë kombëtar është UÇK-ja, që në këtë fest tash përderisa jemi në ditën e parë të Fitër Bajramit, edhe ty, edhe gjithë ato vëllezër dhe motra tona që na përcjellin, e uroj nga thellësia e zemrës urime Fitër Bajrami. Inshallah Zoti e ka pranuar. Do të flasim pak më vonë për Bajramin, Hoxhë, po dua ta nis me këtë detajin interesant të Fatmirit. Realisht ti i përfundove studimet kur i bëre studimet për teolog? Unë vitin 1998 deshi Zoti të isha 18 vjeçar. Okej. Edhe isha në medresën e mesme Alaudin në Prishtinë, edhe ai vit ishte vit ku okupimi i egër serboslav kishte mbërthy gjithandej Kosovën, edhe rezistenca e komandantit ton të UÇK-s, Adem Jashari, dhe sakrifica dhe rënja komplet e asoj familje, do të thëtë në 5-6-7 në epopejnë e UÇK-s, me 5-6-7 mars 98-ën, une isha në medresën e mesme Alaudin si maturant i kësoj shkollët të bekuar, dhe ato i morëm në mësimet të tonat para të frymëzimi ton për atë dhe dashurin, e cila ishte një fryt i madh i një mësimi të cilin na e dhanë mësuesit dhe hoxhallarët tanë. Dhe me përfundimin e medresës, une automatikisht prej medresës mesme Alaudin direkt në prekaz të herojun i popullit Ilaz Kodra. Edhe bëna ushtari më i ri i njësitit të cilin Ti me preardhje je nga Mitrovica, po? Po, unë jam me preardhje. Studioje në Prishtinë, por vendose me shku në Prekaz. Pa fije dyshimi. Nuk shkova diplomën në medresës me aqu babës, por e mora me veti në UÇK. Për shkove e takove Ilaz Kodrën? Dhe shkova direkt në UÇK. Ishe vetëm a shkove me shok? Ja, shkova me shok. Shok? Me shok të medresës, kemi pas plot shok, cilët kemi vendos atje, dhe në njësitin e Hoxhës Ekrem Avdiu, cilin unë e përgëzoj, dhe falë Zotit atu themelu njësiti jonë, dhe ishëm brenda udhëheqjes së Ilaz Kodrës, dhe me plot kuptimin e fjalës është koha më e bukur, më e artë, me të cilën unë jam krenar, dhe ja di Zotit shumë për shoqër, edhe shumë faleminderit që më ka bë pjesë të kësaj kauzës, pjesë të kushtrimit të thirrjes së Adem Jasharit. Ku operuat, në cilën zonë? Në Drenicë, prej shokëve tonë kemi pas në gjithë andej në zonën operative Drenicës, në zonën operative të Shalës, në zonën operative të Dugaxhinit, në Karadak, edhe në shumë zonat të tjera, e unë kom pas fatin të jam në Drenicë, edhe kryesisht shumicën absolute të kohës e kom kalu atje, normalisht pastaj plagesa më ka ndodhë në zonën kufitare, dhe falë Zotit kjo ka qenë edhe mrekulli për mu për shkak se largimi për kurim të matutjeshme ka qenë më i lehtë. Se ishe duke shkua për të marrë armë jo? Me siguri.